Banorët shtëpitë të cilëve u prishën në ditët e fundit të janarit nga imët të Durrës për t'i hapur rrugë zgjerimit të kanalit të ujrave të larta tek ura e Dajlanit, do t'i drejtohen gjykatës për të kërkuar dëmshpërblim. Deri më tani, 2 nga familjet e mbetura pa shtëpi, me ndihmën e organizatës drejtësisë sociale, kanë përgatitur padite para kundër Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit dhe Bashkisë Durrës. Më datë 26 të muajit të kaluar u prishën disa banesa që ndodheshin prej vitesh në proces legalizimi, pa u respektuar as afati 10 ditor i lënë në dispozicion për t'u larguar nga shtëpitë. Skënder Dulaj është një prej banorëve që po padit bashkinë dhe imëtën. Jo, prishën shtëpi, s'kam ku të rrim, ku të banojmë. Ku po jetoni tani? Tani me qera jetaj, do më djeri tani më datë 25, do qera në ikë, qofim qa do bëhet, nuk e di. Kërkoj shtëpi të jetoj, si gjithë tjertë, qa duam, atë duam, të jetoj, mos jetoj mjashtë. Sipas avokatit organizatës drejtësisë sociale Genti Seriani, banorët u nxorën me forcë nga banesat dhe u lanë pas tre në kundërshtim me ligjin për strehimin social. Janë veprime të paligjshme, janë veprime në shkelje të legjislacionit për sa i përket mënyrës se si duhet zhvendosen familjet në momentin që preken nga investime publike apo përjashtohen nga procesi i legalizimit, dhe e dyta është në shkelje po të vendimit të qytetarëve për sa i përket mënyrës se si duhet njoftohen qytetarët për procedurën e ndërprerjes së procesit legalizimit dhe pas e drejta që jep ligji atyre për të ankimuar nëse do kenë ankime për përjashtimin nga procesi i legalizimit. Tashmë kemi 3 familje të cilët e kanë plotësuar dokumentacionin dhe do të drejtohen gjykatës brenda ditës sotme apo të ditës nesërme. Padia do të depozitohet pranë gjykatës administrative dhe familjet e mbetura mes 4 rrugëve do të kërkojnë dëmshpërblim për dëmin pasuror dhe jo pasuror të shkaktuar nga prishjet.